Është këto probleme që prindrit ndoshta e flasin hapur para fëmijëve dhe për politikën? Shiko, fëmijët dinë më shumë, jo vetëm për politikën, fëmijët dinë më shumë për gjeografinë, dinë për historinë, janë jashtëzakonisht, si them, kanë informacion, sepse mediat e ndihmojnë informacion. Kur po fliste Gojarti kemi, ne? Po. Kur po fliste, vërtet mendova, thash, pse neve prindrit jemi më tolerant me fëmijët tanë dhe nuk jemi tolerant me vëllezërit ose me motrat. Për shembull, neve prindrit mund të ndikojmë nga fëmijët. Në qoftë se fëmija për shembull ka një pasion politik, një forcë politike të posaçme, ne e tolerojmë. Edhe fundit në qoftë se ai fëmia na porosit që shko atje dhe voto pavarësisht se bindet e kemi ndryshe. Kur vjen puna me vllajën dhe me motrën, nuk e tolerojmë të jetë ndryshe. Kjo tregon domethënë pak efekti, jo nuk e falim, te vllajët e motra, te fëmijët e falim. Edhe brenda familjes gusht, nëna, babai dhe fëmijët kanë unison politik. Në përgjithësi janë të njëjtë në bindje politike. Ndikon edhe prindje, sepse ai fëmijë është rritur, për shembull nëse është fëmijë familje krau të luftës ose është rritur me këto fjalë, me këto mendime, me këto broritje, ndërsa kur vllai dhe motra kanë familjet e veta, janë ndarë ata karbinët të tjera. Kështu që është më kollaj brenda familjes për të qenë me një mendje se sa në ato familjet që fillojnë ndaje në familjet gjera. Unë mendoj se nuk është se neve presin duhet të kishë ndryshuar. Nuk duhet ishte e njëjta situatë që ka qenë për shembull në fillesat tona. Gjithçka ashtu si ka ndryshuar infrastruktura, si ka ndryshuar shkolla, si ka ndryshuar, duhet ndryshojnë edhe. Ne duhet jemi më të vetëdijshëm që ata kanë nevojë për ne. Edhe ne kemi nevojë për ata normalisht, sepse jetën tonë e rregullon politika. Por në qoftë se ne do të jemi të vetëdijshëm këtë zgjedhim, atëherë kanë vërtet për të na ndruar jetën. Kështu që vetëdia duhet të fillojë nga ne, mentaliteti duhet të fillojë nga ne, ndryshimi i mentalitetit. Le me të plotësuesh pak këto, or një pjesë. Po, dhe tavlantin e kam sepse duhet me lënë hapësirë pak në tavlantin. Kur punëtorët e krahut, po flas në term pejorativ,